Yes, come on, footer. One more. Chandele mamit. No, this one. Pink, pink. Pink. 1, 2 pink. Footer Brenda. Footer Brenda, yes, the flat. Yes, please. One more. Të gjitha, meri të gjitha këto. Se erdhët në shtëpinë tonë të re. Kisha qef që të bëja një home tour. Shtëpia është brand new, nuk ka asnjë gjë brenda, edhe tani ka mundësinë më të mirë për të xhiruar me loganin si gjithmonë. Do ulet mami për pak. Do ulem për pak. Hajde, futuni. Sa hyn direkt, përveç se korridorit që shikoni, është kjo gjëja e vogël këtu që do jetë me shumë mundësi një storage apo nuk e di se si do ta sajojmë. Akoma nuk kam një ide se si do vendosim gjëra, ndoshta sa janë të derave në këtu. Do doja edhe shumë të bëja një stipan për kuzhinë, do ishte shumë gjë e bukur. Oh no. Okej, bëje ti atë sa të flas mami çupave. Dhoma e parë, ose dera e parë të çon direkt në kuzhinë. Kuzhina, një gjë që më pëlqen është e bardhë edhe ka të bango në ngjyrë bezh, kafe, kjo ngjyra që edhe kjo më pëlqen shumë. Është e thjeshtë, nuk është se ka ndonjë gjë të veçantë dhe besoj që është mjaftueshme për ne. Nuk jam e sigurt a do t'i mbaj gjitha gjërat që kam edhe që dua unë dhe gjithë finxhanet e mi, por nëse do ta sajojmë. Diçka që nuk më pëlqen te kuzhina është kjo gjëja këtu, që do doja të ishte imbuluar, po s'kem çfarë t'i bëj. Edhe sigurisht duhet të sjellim këto sopa, aspirator, lavatriçe e gjëra të tilla. Qa po banë, re? Nuk më ban pesha nëna. Okej, dalem nga kuzhina. Këtu poshtë shkallë dhe kemi një... L'Albani i tha kjo është dhoma e loganit, një storage të votë skelfare, nuk e di edhe këtë se që do... 10 karrocat, paloset. Paloset! Ose e vëdhe nga shedi nga jashtë atë, që mos ta fusu shfare brenda. Pastaj këtu kemi një banjo të vogël, banjon që ka kati i parë, më thënë. Lezetshme edhe kjo. Banjo dytë. Dhe direkt përballë është dera e sallonit, që është pak më
i vogël nga salloni që ne jemi tani, por gjithsesi është shumë i mirë, më pëlqen. Edhe direkt sa erdhëm për të parë shtëpinë, unë dhe Albani po mendonim si do vëmë këmbin, si do vëmë televizorin, njërën e tjetrën e kështu. Dhe gjë që më pëlqen më shumë është që kjo dërë këtu të çon direkt në gardenin ton. Më në fund kemi një garden tonin, jo më ta ndajmë me njerëzit siç e kishin tek shtëpia tjetër. Edhe është okay, është mjaftueshëm i madh, domethënë sigurisht që unë do doja të ishte akoma më i madh, absolutisht. Po edhe ka që shumë mirë. Ka ato shkallat aty që pjesa e poshtme, domethënë është zbret një çik më tutje. Kemi atë shedin e vogël që po prap mua me shumë mundësi do më duhet një shed tjetër akoma më i madh, po me zor po pres që ta pastroj këto barat e shpifur, edhe ta mbjellim me lule, me fruta e me gjëra të bukura. Këtu me shumë mundësi do na duhet të vendosim ndonjë Atje do vesh barbegjun, ato fix, tet po se pllakat ka e di. pllakat. Fix, po. Po është vendi për satu se je larg komshive që mos bësh ty, Po, po di, larg shtëpis. fix. Shumë gjë e bukur më pëlqen. Kemi një çezëm për jashtë, hajde të rrëvejmë në parkim. Fiks. Çezma që desha unë për të larë makinën. Këto do thoja që të jep Është llozi lart. Të jep akses direkt për tek makina, ti që ke fiksim të lash makinën. Edhe kemi 2 parkimet tona këtu për 2 makina. Gjithashtu kemi dhe ato në rast se burri do të më blej mua një Tesla për shembull. Me karikim këtu. Me bateri të. Tani do shkojmë direkt, kujdes. Hajde këte me zemër të vemi lartë. Do shkojmë edhe te kati i dytë, po të kyçim njërë këtë se logan. Hajde, rregullohet të shpirt atë, okay? Një gjë që më pëlqen shumë është fiks periudha që unë kam mundësi të bëj këto lëvizje, nuk jam rënduar shumë akoma, kemi dhe pak kohë deri në lindje, edhe në rastësi fiks kjo shtëpia në kohën që na duaj. Qëtemi si për tani, shkallët janë akoma pa bërë parket, tapet, me shumë mundësi do bëjmë parket, se mua më pëlqen shumë parketi, edhe është më i lehtë për ta larë, për ta mbledhur pastër. Edhe sa ngjitesh, këto dyja anët ka 2 dhoma gjumi, edhe përballë është banjo. E thjesht, s'ka ndonjë gjë të veçantë. Që është do ndro drita do bëj një më bright. Po, do bërë Ose një një portolan më se i të madhe, pas me ka ato LED. të gjithë dritat kështu të verdha. Këtu do futem unë me loganin dhe vej dush. Mbas pune. Rutina. Po, Sa normal. vjen Davi pas pune, rutina. Na do një pasqyrë këtu. Po. Kallamani. Po. Pastaj është njëra nga dhomat e gjumit që nuk e di se kush është më e madhe, kjo apo e tjetra. Do shkurt të kletrat, atje e thot. Do parë letrat e planimetria. Pa jo më duket si vendi jot i make-upeve. E disa pëlqen si ide, shumë pëlqen si ide. Ai si xhep atë që mund bësh një tavolinë me një karrike në rrotë. Ose për ditime. Me një karrike, me një tavolinë. Një zyrë të vogël. Po, diçka të tillë. Kjo vjen me 2 dritare, ndërsa dhoma tjetër ka vetëm 1 dritare të madhe. Hajde si boxer. Para dhomës kemi... Do bler një për logon që mos të zbresi që janë si ka në Amazon Kujdes, kujdes. që mos tiki ky që të tuaj. Më të fortën e mundshme që kjo Metalike. shkatërroj. Kemi një vend të veçkël për storage këtu. Po, s'e di çfarë Nuk e se çfarë është, çfarë mund të fusim. Se është shumë i vogël, shikoni. Mos mund ta bësh rafte. Të dënosh me okë. Ta bësh rafte, vesh, ose mund ta bësh kështu si dollap për raftesh. Këtë do doja ta kisha në kuzhinë, që të vendosa këtë ushqime dhe është super, po ajo që nuk e kam në këtë të dytë. Dhe përballë kësaj është një tjetër, kjo është pak më e madhe që mund ta përdorësh edhe si Pa jo çfarë është edhe poshtë sot. Do të çështë. Do të ndrit. Apo ngroje, nuk e di. Po groja ty bën po? Sot. Edhe pastaj është dhoma e fundit që është, ndoshta kjo është më e madhe, nuk e di. Që ka këtë pamjen nga gardeni, domethënë. Ti do zgjedhësh vetë këtë do diell në mëngjes apo do diell mas ditë?
Në fakt, dielli në mëngjes si të hapen sy për qejf, është shumë gjë e bukur. Se lindja, prendimi, e ke diellin këtu, ishim që para dhe na godiste dielli mund kokt, komplet. E duke dhe tani që është dielli gjithandej. Kurse lindja është, këtej, fix, në dyont. Nuk e nëjë sigures. Shumë gjë e bukur është që është pozicioni, do me thënë, një shtëpis që ka nga garden, perëndimin, edhe një gjë që e kisha patjetër fiksim, edhe kështu në rastis të shtëpia. Si kjo hapë në dy pjesë, nëse dhe si hapët. Më të hapë një pjesë. Mos ka në një gjë? E shkëm në banë. Në pas kanë këtë të ajirimit dhe. Edhe kështu Gonzalo, kjo është shtëpia jonë, ka dhe këtë pjesën të sipër, por është pa, nuk është me dras, e shtruar është me leshë. Bie direkt se është gips lartë, e bie më dhe. Nuk janë montuar as shkallët, as një gjë që të mundeshin ta përdorni. Por kështu, kjo është shtëpia jonë dhe ne jemi gati për të nisur me pastrimin. Hajde Zupa! Përpara se ne, ajde u luk të lutem të flas pak mama. Përpara se ne t'ju tregojmë të gjitha të rejat e fundit edhe të vazhdojmë vlogun, do më jepni vetëm 2 minuta kohë për t'ju treguar përsëri këtë produktin që gocat që më ndjekin e kanë parë, por më duhet ta tregoj përsëri, ose ndoshta kam ndjekse të reja që nuk e kanë parë dhe nuk e din se çfarë është. Siç mund ta lexoni, është një X-Bow2Go Kameleon, është një kamera, është një AI sport kameraman. Pse them sport? Sepse më shumë preferohet nga ata që ndjekin ose shkojnë në një sport të caktuar. Çfarë dua të them me këtë? Nëse për shembull fëmia juaj është duke ndjekur futbollin apo ku di unë çfarëdo lloj sporti, kjo gjëja këtu shërben që ju ta lini në një tripod dhe gjatë gjithë kohës që fëmia luan, është e mamit. Gjatë gjithë kohës që fëmia luan, nuk është nevoja që juve të rrini me kamera në dorë ta filmoni, por mund të jeni duke shijuar kaq shumë ndeshjen e fëmijës dhe kjo gjëja e filmon vetë. E vendosni në një tripod dhe kjo mund të rrotullohet ose të traki, të ndjeki fëmijën që është duke luajtur e vrapuar në çdo anë të fushës, sepse lëviz 180 gradë. Produkti është ky këtu. Shumë i lezetshëm në këtë ngjyrë e kameleonit, prandaj ka edhe emrin, vjen së bashku me pult, urdhra. Vendoset tek tripodi, mund ta vendosni edhe mbi një tavolinë, por që në tripod është më komod, kamera që regjistron dhe këtu vendosni telefonin. Ma pak telefonin mamit, të lutem. I love you Logan so much. Vendosni këtu telefonin dhe kjo rrotullohet së bashku me telefon. Sigurisht bëhet lidhja nëpërmjet aplikacionit që më pas juve të keni mundësi të shkarkoni videot që keni bërë dhe kështu. Mund t'ju lë edhe disa video mbulim nëpër ekran që të keni pak a shumë një ide më të qartë, por që e sugjeroj shumë për personat që kanë pasion sportin, sikur se u shpjegova, ose nuk është vetëm për këtë gjë. Mund të jeni duke bërë një piknik, mund të jeni duke luajtur me fëmijën tuaj në park, vendosni këtë gjë dhe e lini që të filmoj të gjithë skenat apo çfarë doni ju. Është me karikim, ka fishën e karikimit, edhe vjen së bashku edhe me një manual përdorimi që ju tregon të gjitha, por që gjithsesi ju mund të futeni tek kutia për shkrimit, keni linkun, në qoftë se do më japin kod, sigurisht që keni dhe kodin të shkruar atje ose nëpër ekran, të shikoni vetëm me detaje edhe kështu, tani vazhdojmë me vlogun. Sapo erdhëm në shtëpi nga What? Dua këtë. This. Which one? Është pis total live. Shumë pis. Është pis. Okej, ik poshtë se do ta bëj vetë kafen. Do ikësh poshtë, yes or no? Mami so sad. Do këtë. Nuk më pëlqen të pi macchiato atje se është e madhe, është e gjerë, nuk është i mirë. Ky më pëlqen se si vack. Thank you my love. Shiko është pink, me fustan pink. Syse! Okej, mami so sad. Baby motra, so sad. Çupat, so sad. Të gjithë janë shumë të mërzitur.
Kur I thoa diçka që nuk I pëlqen e zi gjumi pa pritur. Sa mirë ta zinte gjumi kështu kur duhet ta zinte. Nejse. Erdhëm nga çerdhja, nga kopshti. Sot ne një vetëm gjysmore, duke qenë se ishte dita e parë, prisnin të laj çik kafen. I pëlqeu shumë, sa u fut atje, gjëja e parë që tha, wow, ishte super kopësht edhe mua pëlqeu shumë. Duke qenë se ne hyrëm në një shtëpi të re, ndryshuam komplet zonën, domethënë jemi afër Cambridge, kur tikim për kafe do shkojmë Cambridge edhe është një ndër qytetet e mia të preferuar. Kujdes. Dhe për këtë arsye duhet të ndronim çdo gjë, xhipin, me shumë mundësi do ndroj edhe spitalin, çerdhen, çdo gjë, vetëm gjë e mirë është që puna e Albanit është fiks aq minuta sa që ishte nuk është më larg. Se hidheti. Dëgjoj, po më bezdise, më mirik se e bëj vet, okay? Po flas me çupat, be nice. Be nice, Logan. Okay, that's enough, Bob. Shkunde këtu. Kërkova dhe aplikova kudo dhe më në fund gjeta këtë çerdhen dhe më në fund Logan filloi sot, domethënë që vajti për ta parë, por nesër të hënën do filloi tamam. Po shiko pak sheqeri këtu. 2. Po të shikojnë pa merak. Po të shikojnë qa bere këtu, lature pse të janë. Okay, that's enough. Thank you. Dhe tani sapo kemi ardhur në shtëpi, sapo, do më thënë kemi një orë që kemi ardhur unë hëmë në mëngjesin se po më haj shumë bukë s'kisha ngren asnjë gjë. Tani është ora për të pirë kafe dhe për të bërë drekën. Ka një 3 javë që kemi ardhur te kjo shtëpia. Po thuaj se okay, jemi stabilizuar, po ka akoma goxha gjëra të reja. Kam shumë gjëra që nuk I kam hapur akoma, nuk e di se ku I kam, nuk e di se ku do t'i vë, do t'i gjej vende, do t'i përshtas. Shumë gjëra të tjera që duhet të blejmë. Okay, one more time. One more time, this please. Tek dhoma ime, dua të blej një kënd. Dua të bëj një nga ato dollapët e... Keni parasysh ato dollapët e Ikeas? Fantastik. Kam shumë qejf të bëj një ashtu. Domethënë, jemi akoma të hallakatur, po që kjo shtëpia po më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Do t'i tregoj gardenin pastaj për jashta. Erdhën ata edhe e shtruan, vendosën bar natyral. Duket me lezetshëm normalisht sepse me ato barat që kishin mbjell ose ishin mbjell vet nuk e di, duke me si shkurrë gjande shumë keq, tani është hapur komplet hapësira, duket shumë lezetshëm. Kemi vendosur sa lodra për Loganin që të luaj. Edhe kështu, po I marrim dorën shtëpis domethënë. Të mësojnë të shtëpi. Zona është shumë e mirë, është shumë e qetë. Është zonë domethënë komplet e re sapo bër. Shumica komshinëve nuk kanë ardhur akoma, kemi nga një anë kanë ardhur, nga ana tjetër është e rezervuar shtëpia, po akoma nuk e dim se këdo kemi komshi. Kjo kishte shumë rëndësi, sepse vërtet qyteza ku jetonim më përpara ishte shumë e lezetshme, por kishim ca gjitur komshin që nuk do doja t'i kishim, po s'kisha ç'a të bëja, ndërsa këtu duke që janë njerëz më të mirë dhe kjo është shumë e rëndësishme, sidomos kur ke fëmijë. Edhe kështu goca. O flas me ju ku bëri dynjan. Dale pak lutem ta bëj mami qumshtin se është nxehtë. Ik pak losti, ik los atje te që ke bërë ujë dynjan. Ke bërë ujë ato tapetet atje? Ha? No. Unë premtoj sot që nuk do ta marr më këtë të ndoj kafen. Very wrong, kush? Do vesh te beba ti? Yeah. Thank you, my love. Ik tani ti se është gjithë jetë, mami. Go. What Paqim që bye. Dhe lëzësh me lodër ishtë lo babi tje. Ik, s'ka blerë dati surpriz. Ik los me lodër. Na fshi që ujnë të lutem. Fshi ujnë. Mere për shirin. Fshi që ka të ujnë që ke bërë atje. Duhet të përgatitem tani për t'i bërë Loganit edhe ushqimin me vete. Tani që po e sillja në makinë, po I thoja qa do t'i nono të bëj mami për të marrë bukë.
duhet I bëj 2 tasa, një tas të vogël që ta ketë përpara dite vetëm me ndonjë snack, me ndonjë fruta, me diçka të tillë, dhe një tas tjetër që do han drekën tamam, me ushqim tamam, edhe ata tha që japin diçka, po që bazën duhet t'ja dërgoj unë nga shtëpia, edhe duhet të mendoj edhe për këtë gjë tani, çfarë do t'i bëj për ditë që ta haj, të ngopet, t'i pëlqej, jo ta lër, mos rri çuni pa bukë. Po më pëlqeu shumë, edhe kopshti ishte goxha I madh, kishin shumë hapësirë, kishin pjesën jashtme sa gardeni jon, gjithë ato lodra, çdo gjë, atje ujë e rër që logan ftesë për ujë për rër. Dhe erdhen ato tek shtëpia përpara 1-2 ditësh, vinë zakonisht mësueset këtu, që fëmia të mësohet pak, të thoj, okay, unë këtë e kam parë, kjo më ka ardhur në shtëpi, është shoqe mamit, apo është një afërm, apo ku di unë, ka ardhur tek shtëpia ime, kështu që dhe unë jam safe, jam I sigurt për të ndenjur me atë. Logan Savajti unë e dija shumë mirë që do reagonte shumë mirë, siç u thash Savajti hapëm derën atje, wow, sepse edhe unë bëra wow, se ishte shumë bukur, edhe goxha hapësirë, edhe pastaj filloi të luante, direkt merr makinat, merr numra, merr këtej libra, merr çdo gjë që kishin ata atje, u ambientua shumë shpejt, edhe isha shumë e sigurt për këtë gjë, se ja njoh tipin dhe ambientohet, domethënë. I tha ajo, do të hapte disa sirtar që nuk lejohesh, nuk e di se çfarë kishin brenda. Jo, I tha ajo, nuk mund t'i hapim ato. Edhe ky që varet u rit edhe I bëri kështu. Unë po e shikoja, po nuk po I flisja fare. Isha ulur në cep, po vetëm për ta parë. Edhe, oh no, it's okay, tha ajo. Hajde se do luajmë me diçka tjetër, dhe ky bëri sikur fjeti. Sa herë që Logan bën ndonjë gabim dhe nuk do që t'i bërtasësh, t'i flasësh, t'i thosh që ke bërë gabime, kështu e kupton domethënë, bën sikur fle. E zuri gjumi. Papritur, siç bëri tani që u shtri këtu, për të harruar që shiko, mos më bërtit ose mos më thuaj gjë se unë po flë, nuk të dëgjoj, keni parasysh këto lojrat, lajkat që bën, dhe pastaj harron shumë shpejt, I dha një lodër ajo, 2 sekonda e ka këtë mërzin që shfaq edhe harrohet, dhe kjo është shumë e mirë sepse ambientohet edhe luan kënaqet çuni atje dhe unë rri pa merak. Duhet të fillojmë akoma me bebelinat, se nuk kemi nisur ende. Ky tregon, po tregon pasi e ka bërë, këtu është problemi, nuk tregon përpara. Edhe unë me thënë drejtën nuk jam marrë shumë, me këtë shtatzanin kam qenë super rënd. Tani nga fundi e kam marrë çik vetëm, po ka ditë që jam akoma me të përzjera, lodhje, o zoti ma dua vetëm gjumë. Kjo shtatzania më ka lodhur jashtëzakonisht shumë, sidomos edhe kjo periudha e fundit të ndërrimit të shtëpisë lëre, kjo ishte tjetër gjë. Po nejse, dhe nuk është se jam marrë edhe unë shumë me Loganin, por duhet filloj të merrem që ta heqi bebelinën. Gjithsesi nuk më intereson shumë, le ta heqi kur t'jetë gati ai. Po që t'i jap edhe unë një shtys, po duhet të filloj t'i jap një shtys. Edhe kështu goca. Jam bërë gjithë të kohë që nuk kam filmuar, juve më kërkoni video, ju falenderoj shumë për gjitha mesazhet, komentet, çdo gjë që më dërgoni. Duket që ju mungoj, edhe ju më mungoni mua, edhe unë dua që të bëj video sa më shpesh, të jetë e mundur. Problemi është që ka qenë periudha dhe faza, që nga fillimi I shtatzanisë, që bëra atë pauzën e madhe që isha si një gjë e vdekur, po thjesht merja frymë. Pastaj ikëm me pushime. I keni parë besoj ato videot, pastaj erdhëm nga pushime direkt, nisi procedura e ndërrimit të shtëpisë, edhe s'po marr dot veten. Po shqyr Zotit, u stabilizuam këtu, që kur të vi bebushja, të paktën jemi këtu, jemi okay, s'kemi më lidhje me shpinën dhe ike hajde apo gjëra të tilla. Si të thash, kam ndryshuar pothuajse çdo gjë. Jo shpirt, nuk dua. Jo, nuk dua shpirt, hajti. Hajti, nuk I do mama. Përveç mamin vazhdoj akoma ta kem atje ku isha, edhe kam 35 minuta larg, kështu që nuk ja vlen të shkoj dhe të vi. Kam vajtur 2 herë deri tani, por duhet të marr gjipin time në telefon dhe të interesojmë për që ta kem këtu, domethënë ta kaloj këtu edhe mamin, se nuk ja vlen të ikësh aq larg. Me gjërat e tjera besoj që kemi mbyllur fatura, zoti madh sa gjëra ka shtëpia. Po besoj që po. Mbaruam punë. Dhe një lajm të mirë, më në fund u bëra rezidente e përhershme angleze, duhet isha bërë 1 vit më përpara, thjesht kur kisha të drejtën për të aplikuar, mua më kapi ligji I 5 viteve në Angli. Në momentin që bëja 5 vite në Angli, mund të aplikoja direkt. Unë thjesht harrova, edhe unë në Albani, asgjë na vajti mendja fare, dhe kjo u zvarrit, ka kaluar 1 vit gati tashmë, derisa na ra mendja. Në fakt, kur bëra 5 vite, I thash Albanit, ore, unë bëj 5 vite sot në Angli.
si ikën vitet e kështu, po flisnim, hiç mendja që duhet ta aplikoja për settle status. Dhe u harrua. Kur prem biletat, kur do bëj check-in-i për të vajtur në Shqipëri, pushimeve verore, kishte një problem me mua. Thoshte Albani nuk po bëhet. Dhe aty kuptohem që duhet kishim aplikuar, kishim të drejtën, e bëra check-in-in, i ka erdha pa probleme, jo se kishte ndonjë gjë. Thjesht momentalisht aty e kuptuam që duhet të kisha aplikuar për settle status. Thjesht vajta atje, e bën ata për mua, nuk e di, Albani merret me këto gjëra dhe unë nuk është se i kam shumë të qarta, po që ngërçi i parë ishte atje tek puna e check-in-it, që bëhet një muaj para mos kapoja, ku di unë diçka tillë. Edhe pritëm derisa të ktheheshim nga pushimet, se nuk doja që të rrezikoja pastaj, nuk e di. Tha më mirë dale tiki me të vi, edhe aplikova dhe më erdhi përgjigja sot, i bër settle, dhe kjo do të thotë që duhet të qëndroj 1 vit nga dita e sotme me këtë status që kam, dhe pastaj do aplikoj për pasaportën britanike. Domethënë mua më ka kapur ligji 5+1, 5 vite rezidente plus 1 vit me rezidencën e përhershme dhe pastaj kam të drejtën të aplikoj. Ndërsa Albani ka të drejtën, nuk e di sa këtu e sa vite, thjesht duke qenë se ka greke, nuk është se i është dashur, por me shumë mundësi Albani do aplikoj përpara meje, se kushton edhe pasaporta ka vajtur 2000 pound, shumë shtrenjtë, 1700 a 1800 se sa pound përpara ca muaj shkot për kurreshtje, se unë dija që kushtonin nga 1300, pas kam vajtur shumë më shumë. Kështu që nuk do t'i bëjmë të dy të na rëndoj në të njëjtën kohë, po më mirë ta heqi qafi Albani tani, edhe pastaj vitin tjetër kur të më bie radha aplikoj edhe unë. Kështu, besoj që këto ishin të rejat që më vjen mendja tani t'ju tregoj. Gjithë të kohë që nuk kam xhiruar, do t'ju tregoj gocave këtë, do t'ju tregoj atë, tani që po xhiroj nuk më vete më në mendje, po nejse. Merrte një pako, sapo më erdhën. Dhe këto i hapa duhet t'ua tregoj, janë nga pila cases, covera telefonis, super shikoni, mora këtë, me qizme, kjo lulja që më pëlqen jashtëzakonisht shumë, po edhe trëndafilat, shumë e bukur kjo, e thjesht, mora këtë tjetrën, me tulipanët që i adhuroj, edhe me këto fjongot pink, dhe mora këtë të tretën, të cilën e kisha edhe tek telefoni më parshëm, por duke qenë se ndërrova, nuk i bën ajo tjetra, domethënë këtij telefoni, po mua më pëlqeu shumë është me këto. Shikoni sa e lezetshme. Edhe ndonjëherë kur nuk e çat hash, shikoj këtë, unë them, do ta bëj kështu bukën sot. Bëjani një foto. Edhe këto janë shumë të mira se janë këto materiali gom, janë të gjitha të bëra me produkte të ricikluara, edhe janë kështu domethënë. Ndihen shumë mirë edhe kur i prek, edhe kur i mban në dorë telefonin. Kështu goca, tani do pi pak kafen dhe do nisim me gatimin. Sot do bëj bamje, kisha dje takimin te mamia, vajta u ktheva dhe tek turku, se këtu tek zona ku jam tani nuk kam gjetur në dyqan turku dhe me qenë se isha atje, shfrytëzova rastin, mora qik mish, mora ca bamje, mora ca perime, gjëra që marr, zakonisht domate, speca, trangu e kështu. Edhe sot do gatuaj bamje, thjesht bamjet i mora nga ato të gjata, diku sa gishti, mua më pëlqen më shumë ato bamjet e vogla, po s'kishte, s'kam gjetur si ato. Kështu që mora këto të tjerat, edhe them t'i bëj në tavë me bamje, me patate, me mish, pasoj, kështu, do të pi kafe njerë. Kanë kaluar përsëri një 2 orë të tjera që kur ju fola, vendosa gjellën, piva kafen, bëra ca punë për dall, i dhash Loganit për të ngrënë e për të pirë, edhe akoma kam 1 milion punë për të bërë, normalisht, punë të shtëpisë që nuk mbarojnë kurrë. Se që të thoja, po harrova. Hapa një Golden Eagle, ju thash që dje vajta mora këto fruta perime gjërat e turku, kishte edhe Golden Eagle dhe unë e kam fiksim, edhe pse e piva një kafe, e hapa edhe atë se po më pije shumë, por nuk është se pi
pije energjike shpesh edhe ja lejova vetes time për sot. Thjesht deri në darkë, o hajdut i vogël. Thjesht deri në darkë nuk do pi kafe tjetër. Zakonisht pi vetëm një kafe në ditë. Ka ditë që mund të pi 2 kafe që janë të ralla, ose ka ditë që janë shumë të ralla që të pi një kafe dhe një pije energjike. Vajta dje gjithashtu, vajtat e BM-i dhe mora një gotë. Do thonë juve e kishe të nevojshme? Jo, por unë gjithsesi e mora. Pse po e çon librat atje? Në mamam, ose çoj sipër, okay. Mora këtë gotën që shikoni pak brënda, ka një fjango, si ku nëse lëstëq më zotë super e bukur, vetëm se është qelq shumë i hollë dhe këto gotat përgjithsisht që kanë këto të vendosurat kështu brënda, janë shumë delikate, shumë qelq i hollë edhe thyen shumë shpejt. Shpresoj që të... Oh, thank you! Shpresoj që të mos thyet, po nejse, shumë e bukur. Edhe tani që po e shikoj, shkon edhe me këtë. Super e bukur. E lëm larg loganit. Fantastike, më ftes për Golden Eagle. Këtu kemi marrë një lavastovilje. Kjo është nga këto lavastoviljet që qëndron si për bufes, siç po e shihni. Normalisht të shtëpia nuk ka vend për bufen poshtë, në qoftë se mund ta vendosim mbase më vonë duhet të presim bufen për të krijuar vendin hapësirën e dur për të vendosur atë lavastovile, sepse është më komode se sa kjo. Po të paktën edhe kjo e bën punën, është goxha e madhe, më thoshte Albani. Se gjëja e parë që pyeta për këtë shtëpi, sa u futa në gushin, thash nuk ka lavastovile? Jo, më tha ajo zonja që na tregoi. Edhe u mërzita se isha mësuar me lavastovile në gjëja më fantastike e shtëpisë. Kush nuk e ka, duhet ta sajoj vendin ta blej patjetër. Edhe më thoshte Albani, s'ka gjë mos u mërzit, thash se mund të marrim një nga këto lavastoviljet që vendosen sipër. Dhe unë tani me mendjen, jo që këto ishin fix për të vendosur sipër, po me idenë që do marrin një nga ato modelet e tjera të gjata, do ta vër këtu edhe imagjinoni unë do ta hap siç hapen ato, e do t'i vendosë gjërat nga kështu sipër. I tha Albani, "Tore, çfarë thua se s'do jepi me shkallë mbush lavastoviljet?" Jo, më jo, janë disa thoshte që janë shumë praktike dhe janë fix për t'i vendosur aty sipër, ky që flet pas meje. Edhe morëm këtë. Është goxha e madhe, ka goxha hapësirë. Ja, të tregoj këtu. Kështu, edhe kemi marrë dhe lavatriçe poshtë. Lavatriçja është fantastike fare, është larse, tharse, më shpëtoi. Edhe pse këto ditë ka bërë shumë kohë e mirë, diell jashtë, i hap rrobat për qef të thajnë, po që e morëm larse tharse. Ky zotëria që ka hipur këtu nuk e di se çfarë po bën. Edhe ka goxha hapësirë, pjesën e sipërme edhe pjesa poshtë të shpëton. Por, unë e hapa kamerën, se doja të tregoja çfarë bleva tjetër te BM-i. Dhe përveç asaj gotës ju tregova, mora me këtë. Gota që ju tregova më duket se kushtonte 3 pound, përgjithsisht çmimet e gotave kaq që ka BM-i, 3.5. Unë më duket se kamerën e kam shtrembërt. Besoj, është okay tani? I don't know. Oh no. Kemi marrë tapetin për ta shtruar tek shkallët. Zëva një shumë të bukur, po nuk e di ku do ta shtrojmë. Bleva edhe këtë fixhan. Këto fixhanet janë shumë herë më të trashë se sa gota. Edhe ky kushtonte 3 pound e gjysmë, atje e pash ishte dashuri edhe nuk mund t'i thoja jo, kështu që duhet ta merja patjetër. Dhe gjithashtu mora edhe 2 pjata të tilla. Të tjera, sepse 2 si këto i kam, gjeta edhe këto të dyja, edhe thash okay, më duhen 4, po gjeta prap do marr edhe 2 të tjera, ta bëj 6 të setin, sepse më pëlqen shumë. Me limon, të verdha, kanë edhe këtë vjen bojqelli këtu shumë të bukura, edhe ta kemi setin e plot të këtyre. Më duket se këto mora te BM, një gjë tjetër që mora. Jo, këtë nuk e mora te BM, këtë e mora te Turku. Vegeta, gjeta Vegeta, njerëz nuk më besohet, gjeta Vegeta. Në qoftë se nuk e keni përdorur, janë erza, janë këto mix i këtyre erzave dhe i japin gjellës shije fantastike. Tani do t'ja hedh një luk. Nuk e di se çfarë bleva tjetër. Kam blerë dhe ca gjërat e të përdorura, do të tregoj edhe ato, po ndoshta pak më vonë të vendosoj në të mbar vende dhe kam 2 të tjera këtu që do t'i fus atje.
Pasi të keme hequr këto. Po më duket se të bjejmë këtu bleva. Po, këto bleva tje. S'mbaj mend. Kam shumë probleme me kujtesën gjithsesht të zamjer. Shumë. Unë këto kafshoj qik tani. Jo, dise, jo. Ta ndesim? Po pse do të flasësh çupave? Ti, Qa është ajo? Po ti folta mam, ka filluar flet, nuk i pushon goja, thot çdo fjalë të mundshme, kur i do qenë. Ku si do bën ndërkot. Tis për të kulluar patatet. Për makaronat. Edhe për patatet dhe për shumë gjëra të tjera. Ashtu bum. Okej, thoj, pacim çupa se kemi gjitha gjëra për të rregulluar. Kemi shpirën. Pacim çupa. Ha, e kujt është ajo pjata? Do të kafshoj, jo? Mi bërë jenë për t'i lërë. Ky është mëngjesi I Loganit, I bëra disa pancakes me banane, vezë, miell tërshëre, I hodha pak fare vanilje me aromë çokolate, edhe shumë pak pluhur pjekës, për t'i fryrë në qik, kujdes Logan se bje. Edhe pastaj kam vendosur ca mollë, boronicat që I pëlqejnë shumë, rush, edhe këtë shlak që është ky me çokoladë, që edhe këtë Logan e ka fiksim, edhe ja ku është. Fike, urdhra. Yes, I did. Thank you, Mami Gina. No, thank you. Thank you, Mami Gina. Thank you, Mommy Tina. Të dua. Adua. I love you. How are you? Shpirti. Po jo atë tani se e ke atje. Oh no. Okay, hajde. Në më mamit? No more? E ke atje. Tani Logan është gati për të ngrënë. Logan e hëngri të gjithë pjatën e vetë dhe tani është radha e mamit. Unë kam hedhur kumbulla të vëckla në vend të rushit, të tjera të njësoj. Edhe që shuhoje mjalti në vend të ati shlagut. Nice. Potato. Qa the? Opa, potato. Daja ka ditë lindjen. Unë, dhe so Gigi? Shumë Gigi, kur ta ndesim. Të ta ndesim? Yeah, desi. Besim, okej.